Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan një shtetas 61 vjeç banues në Shkodër, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Gjithashtu referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një shtetas 40 vjeç, pasi automjeti që drejtonte u përplas me një tjetër automjet, si pasojë dëmtua lehtë drejtuesi i automjetit tjetër. Ndërkohë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një shtetas 33 vjeç banues në fshatin Temal, pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër kapen një shtetas 32 vjeç banues në fshatin Malecaj, i shpallur në kërkim për shkatërrim prone. Pas konsultimit me prokurorin u vendos që ky shtetas të ndiqet në gjendje të lirë. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori për vlerësim, pasi mbrëmjen e së hënës në fshatin Shtojëri në servisin në pronësi të një shtetasi, gjatë saldimit të automjetit në pronësi të një tjetër shtetasi, dyshohet se për shkak të një shkëndije elektrike ka rënë zjarr dhe automjeti është djegur. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësia Malle referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një shtetas kinez 43 vjeç, pasi ka kanosur një shtetas tjetër kinez 28 vjeç për motive të dobëta. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Puk referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një shtetas 23 vjeç banues në fshatin Mëzi, pasi ka lënë informacion të rrem në sallën operative. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.